Selam aleikum, hoq, thot, jam shtatzan mas 2 viteve. Elhamdulillah, Allahu të bekoft. Jam të friksu se më kanë thonë që zban me kallzu pa i ba pra beba në barkun e nonës vet 3 muaj. A është e vërtet kjo? Allahu të bekoft ty edhe bebën tonë në barkun tënd, Allahu ta mundsoft që me lind një fëmijë të halalit, një fëmijë të shëndetshëm edhe të shëndosh. Sa e përket kësaj pyetje që e ke ba, na nuk themi nuk është ndaluar me i tregu para 3 muaj diku njerëzve. Ama nuk themi që me dale mu ba aty me ba show në televizor edhe me qit lajmërime, domethënë edhe kukur që kam bëu në komiç shtatzan, domethënë me javën e parë. Po s'ke nevojë, ka njerëz ziliqar, ka njerëz që si ja dojnë të mirën, ka njerëz që marrin mësysh. Etj. Pse motor domon detyrimisht më qu edhe me ba darse me ba se kemi shtatzan. Tash mos thamun der ti madh se jemi shtatzan për veti e ki. S'du ta tham këtë po. Mirë po, rujuni bre, rujuni. 3 muaj kë, 5 muaj mos i tregon njerëzve, mos marrin mësysh. Mos vjen deri te aborti pa lidhje, pa kur fare sebepi. Se di pse njerëzit është detyrimisht domon më qu edhe me kallzuar, kam me shtatzan kët. S'ka nevojë. Ama nëse i ke tregu mos më tash i kam bo nami prap. Ti detyrimisht kam abortuar, kam ndodh kjo, jo. Na themi që forcoje pak veten, merre veten, nuk ka nevojë me bë aty lajmërime ku e diçka. Por në fundit, mbështetu Allahut. Rrinën sot me abdes që mos të kapni mësysh. Po ashtu, dije se çdo sen është në fuqinë, kaderin edhe vullnetin e Allahut, kërkush s'mund me të bëj kur gjë. Pa shkruaj nalt. Zoti të rujt, mbështetu te Allahu.